Shqipëria dhe Hungaria shënojnë 90 vjet vendosje të marrëdhënieve diplomatike. Me rastin e këtij përvjetori, ambasadori hungares János Huzar organizoi në ambientet e përfaqësisë diplomatike një ceremoni për të kujtuar këtë 90 vjetor. Marrëdhëniet shqiptaro-hungareze datojnë në shekullin e 15, kur eroi ynë kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu lidhi aleancë me prisin hungares Janusz Uniadi kundër pushtimit otoman të kohës. Our historical ties, however, go much further back than... Lidhjet tona historike shkojnë më larg se këto 90 vjet. Budapesti dhe Tirana do të festojnë këtë lidhje. Bashkia Tiranë do t'i vë emrin e Janusz Uniadit një prej rrugëve të qytetit, ndërsa në Budapest do të vendoset një statujë Skënderbeut. Ta mos harrojmë edhe një tjetër lidhje, për kontestin hungarez Gjeraldin, e cila u bë bashortja e mbretit Zog e përjedhoi mbretëresha e shqiptarëve. Kujtojmë këtë vit edhe 100 vjetorin e pavarësisë së Shqipërisë. Një grup burrash shqiptar, me mbështetjen e fortë të Hungarisë dhe shteteve të tjera, shpallën me vetësinë e Shqipërisë. Ndërkohë që Shqipëria ka pasur përkrahjen e Hungarisë 100 vjet më parë, ajo pati këtë mbështetje edhe në anëtarësimin e saj në NATO 3 vjet më parë dhe gëzon këtë mbështetje edhe sot në udhën e saj të integrimit evropian. Kryeministri Sali Berisha ka vlerësuar si tepër të rëndësishme këtë përvjetor, sidomos kur ai vjen në 100 vjetorin e pavarësisë së Shqipërisë. Ai kujtoi se marrëdhëniet mes dy vendeve janë shumë të forta dhe të konsoliduara. Our relations were not limited. Marrëdhëniet tona nuk kanë qenë të kufizuara vetëm në protokollet diplomatike zyrtare. Vendi juaj u shndrua në një mbështetëse të fortë për pavarësinë e Shqipërisë në një kohë kur po mendoi që ky komb të mos ekzistonte si nocion politik në kontinentin e vjetër. 100 vjet më parë ne kemi pasur nga kombi juaj një mbështetje të madhe miqësore, respekti dhe ndihme. Por unë mendoj se kurora e marrëdhënieve tona ishte mbretëresha shqiptare Geraldine Naponi. Ajo mbajti dashurinë dhe respektin për kombin tim për gjatë gjithë jetës së saj. 23 vjet më parë, Hungaria ishte ndër të parat vende që rrëzoi diktaturën komuniste. Hungarezët rezatuan me shembullin e tyre. Hungaria mbështeti fuqishëm Shqipërinë për anëtarësimin e saj në NATO. Ky 90 vjetor na bën thirrje për përpjekje më të mëdha për të forcuar lidhjet dhe bashkëpunimin tonë të shkëlqyer. Në këtë ceremoni ka marrë pjesë kryetaria e Kuvendit Jozefina Topalli, kryebashkiaku i Tiranës Lulzim Basha, kryer të partive politike dhe përfaqësues të trupit diplomatik. Në këtë aktivitet u vure mungesa e përfaqësuesve të opozitës shqiptare.